Jemi sërish me maratonën zgjedhore këtu në ekranin e Vision Plus. Kemi një lajm të minutës së fundit. Bëhet fjalë për pjesëmarrjen në votime deri në orën 17 të përdiqësuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nuk e di nëse mund të reflektohet edhe në pamjen pasmeje. Bëhet fjalë pra për një pjesëmarrje të votimit deri në orën 17 në masën 38.35%, por duhet thënë kjo dhe duhet shënuar pra për 2.319 qendra të raportuara deri më tani nga 5.225 qendra që janë në total. Pra thënë ndryshe, në thuajse gjysmën e qendrave të raportuara, pjesëmarrja në votime është 38.35%. Dhe nëse bëj një krahasim standard, le themi, të paktën që ofrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, krahasuar pra me 4 vite më parë, përqindja në 2021 ka qenë 43.89%, jemi 38.35%, por duhet llogaritur dhe numri i qendrave të raportuara, pra që kanë bërë le themi raportimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nëse kemi këtu sigurisht edhe qarqet, përkatëse, shkurtimisht, po i citoj, qarku i parë është Berati 35.77, Dibra 47.26, Durrësi 36.71, Elbasani 39.03, Fieri 39.11, Gjirokastra 34.68, Korça 38.14, Kuksi 42.66, Lezhë 38.68, Shkodra 32.79, Tirana 23.41 dhe Vlora 27.15. Nga një vështrim i shpejtë, në mos gaboj, qarku me pjesëmarrjen më të lartë është dhe qarku më i madh, që është Tirana me 43.41, pasuar nga Kuksi me 42.66%. Kemi dhe Dibrën, është Dibra më e para në të gjithë qarqet, është 47.26%. Pra, këto janë të dhënat që sjell Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sa i takon pjesëmarrjes deri në orën 17, sigurisht, pra përthuajse gjysmën e qendrave të votimit që kanë raportuar pjesëmarrjen. Ndërkohë, kolegu Ervin Sina në Fier, në qarkun e Fierit, ndodhet atje. Ervin, përshëndetje, ora është 17:26, po shkon pra 5:30 e mbasdites. Është një orar që bazuar në ato që kemi parë në zgjedhjet e kaluara, sjell një ringjallërim të qendrave të votimit krahasuar me orët e drekës, ku njerëzit, le themi, shtojnë praninë e tyre në qendrat e votimit pra për të votuar. Çfarë ke parë ti në këto momente atje ku je në qendrat e votimit? Është kjo ajo që po ndodh? Pra kemi një pranim më të madh të njerëzve në këto momente në qendrat e votimit apo jemi në të njëjtën situatë? Landi, përshëndetje. Në fakt u bë gati 2 orë që ndodhemi në Lushnjë dhe kemi bërë vëzhgim gjatë gjithë kësaj periudhe për të kuptuar ka interes për të votuar në pikun e ditës, pra që është ai orari i vdekur që pak a shumë e përmendet edhe ju pak më herët, pra orari nga ora 13 deri në orën 16, 17, për hir të vërtetës ishte ashtu, nga vëzhgimi jon kishte shumë pak lëvizshmëri në qendrat e votimit, shumë pak votues. Tani, në këto 30 minutat e fundit, bashkë me operatorin Bujar Peca, kemi lëvizur në 2-3 qendra në qytet, në zonën kryesore të qytetit. Aktualisht ne jemi tek shkolla 18 tetori, ku ka pasur lëvizje, por jo lëvizje domethënse. Dhe ç'është e vërteta, edhe nga kontaktet tona me KZAZ, me qendrat e votimit, por edhe me përfaqësues të partive politike, për hir të vërtetës pritshmëria është për orën 18 deri në orën 19. Ka një lloj, po themi, zhgënjimi në zë të palëve politike për faktin që ndryshe nga pritshmëria nuk kanë nxjerrë dot në qendrat e votimit, po themi, mbështetësit e tyre aq sa do të dëshironin, por gjithashtu ka pritshmëri për të nxjerrë nga ora 18 deri në orën 19 dhe sikurse ndodh edhe zakonisht edhe nga tradita për hir të vërtetës në 60 minutat e fundit fluksi është i ndjeshëm. Megjithatë, duke marrë në konsiderat edhe shifrat e zgjedhjeve të 4 viteve më parë, ka një lloj shqetësimi që shifra nuk do të jetë tek ajo e 4 viteve më parë, që në nivel qarku është 45.5%, ndërsa nëse ne bëjmë krahasimin me shifrat që ju përmendët pak më herët, që në nivel qarku azhurnimi i ri është
39.3%. Bashkisht nuk e kemi ende këtë azhurnim, por nëse bëjmë një rezume të shpejt, do të shohim që Fieri është 35.44%, Lushnja 39.47%, Divjaka 36.72%, Mallakastra 41.12%, Patosi 35.62% dhe Roskoveci 44.51%. Mallakastra që nga në krye mos gaboj. Përmendim Landi, Mallakastra është në krye por është shumë e rëndësishme të përmendim edhe atë që ju e bët si parantezë, Landi, kur bët rezumen e deritanishme të votuesve dhe rang qarku. Pra, shumë e rëndësishme të themi që kjo është një shifër që koleksionon jo të gjithë paketën e plotë raportimeve nga të gjithë qendrat e votimit. Sepse për shembull, nga 587 qendra që ka Fieri në total në rang qarku, kanë dhënë informacion për numrin e votuesve 418 dhe kjo, sikurse e përmenda edhe në një lidhje më herët me Pranvera Borakajn, është tregues, sikurse un kam komunikuar edhe me anëtarët e komisioneve të qendrave të votimit, por edhe me KZ-n, është tregues, nuk tregon, le të themi, realitetin e plot të votuesve. Ajo që duhet përmend tani, sa i takon palëve politike, Landi, un kam bërë një komunikim të shpejt me të treja KZZ, 2 në Lushnjë, 55-ën, 56-ën, pra 56-ën e qytetit, 55-ën e njësive administrative dhe 57-ën e Divjakës. Situata në këto orët e fundit ka qenë shumë e qetë, raport me problematikën e mesditës, duhet theksuar, dominoi situatën në qarkun e Fierit, problematika e Lushnjës, incidentet mes përfaqësuesit të kandidatit demokrat Gentian Çela dhe përfaqësuesit të kandidatit socialist Elton Korreshi. Është një situatë tashmë e qetësuar. Ndonse në vazhdimsi kandidati demokrat Gentian Çela vazhdon të denoncojë praninë e personave të paautorizuar jashtë qendrave të votimit, të cilat sipas tij janë në një lloj mënyre, në një formë presioni karshi atyre që votojnë. Ndërsa nga ana tjetër, kontaktet me përfaqësues të Partisë Socialiste, kontaktet lokale me përfaqësues të Partisë Socialiste shprehin shqetësim dhe e shohin si të paprecedent faktin që kandidatët për deputet Partisë Demokratike, Gentian Çela dhe në veçantë Eduard Çarka, kanë qenë gjatë gjithë kohës të pranishëm në qendrat e votimit në disa zona të Bashkisë Lushnjës. Kjo është situata për momentin e Landit. Ne do të postohemi pastaj në Fier për të dhënë informacionet e fundit edhe nga Fieri në lidhje me gjithë dinamikën e fundit të procesit votimit në qytetin e Fierit, po patjetër edhe në Po, nuk e di, Ervin, nëse më dëgjon, doja të bëj edhe një pyetje, e kemi Ervinin? Po, patjetër, në lidhje. Ju folet për shqetësimin, këtë që sapo thatë, pra për shqetësimin që kanë palët ndaj njëra tjetrës, po sidomos PS-ja ndaj drejtuesve dhe kandidatëve të PD-s për praninë e tyre në qendrat e votimit. Tash në qendrat e votimit ka përfaqësues të policisë, ka dhe vëzhgues të tjerë. Si është e mundur që lejohen këta njerëz që të shkojnë kushdo qofshin ata, në Tiranë, në Fier apo në gjithë Shqipërinë, që të afrohen brenda rrezës ku nuk lejohet prania e tyre. Pra si është e mundur që këta njerëz shkojnë atje domethënë dhe shpërfillin në një farë mënyrë ligjin në mënyrë kaq të hapur? Çfarë ndodh në momentin kur ata mund shkojnë brenda? Por i të vërtetës jo, ka shkuar dhe brenda dhe ky është shqetësimi që kanë palët politike. Po dhe çfarë ka ndodhur në ato momente? Pra në momentin kur ka shkuar brenda, çfarë ka ndodhur? Ka ndërhyrë dikush për t'i ndaluar, për të thonë këtyre njerëzve stop, po shkeni ligjin, theuni mbrapsht? Kanë pasur nga burimet e mia dhe nga kontaktet e mia dhe nga gjithë diskutimet që kam pasur me personazhet politik, qoftë Majtas dhe Djathas, më shton që në këtë rast komunikimi kryesor ka qenë, reagimi kryesor ka qenë i përfaqësuesve të palës kundërshtare në qendrat e votimit. Pra supozojmë në rast se ka qenë kandidat i Partisë Demokratike, kanë reaguar komisionerët socialistë, dhe në rast se ka qenë kandidat i Partisë Socialiste, kanë reaguar kandidatët demokrat. Megjithatë nuk e kemi tejkaluar, le të themi, masën në degradim në përplasje fizike, sikurse ndodhi në rastin e ambulancës këtu në qytetin e Lushnjës, por ajo e ripërmend, nuk është normalitet një rast i tillë në Lushnjë. Është hera e parë, paktën referuar palëve politike, që kemi këtë situatë me ndërhyrjen e kandidatëve për deputet në qendrat e votimit dhe kam përshtypjen diçka nuk ka funksionuar edhe në zinxhirin që u përmendët mes komisioneve dhe pranisë forcave të rendit, por edhe KZ-ve, pse jo. Dhe kam dhe një pyetje të shkurt, të lutem, Vini, sepse Landi vetëm një shtesë. Ju besoj e keni parë të gjithë retorikën politike të ditës sotme, edhe të përfaqësuesve socialistë në qarkun e Fierit, të cilët si rrallë herë kanë denoncuar vazhdimisht përmes daljeve publike praninë e kandidatëve të opozitës në qendrat e votimit, dhe kjo ka ndodhur jo vetëm në Lushnjë, ku un kam kontaktet e mia,
por edhe përmes kontakteve të mia edhe në Fier, gjë të cilën e bëri ditur edhe zonja Belinda Balluku, drejtuesja politike. Pra nuk është një gjë, nuk është diçka që është mbajtur, po themi, e fshehur ose nuk është bërë publike. Është një fakt konkret i denoncuar tashmë nga zyrtarët socialistë. Nëse i rikthejmë shkurtimisht Sina, asaj që po flisim pak më parë lidhur me pjesëmarrjen që të dhënat tregojnë, domethënë që të dhënat tregojnë që në këto të dhëna zyrtare, pra të KQZ-s tregojnë që kemi një pjesëmarrje, le të themi, më të ulët krahasuar me 2021-shin, por duke patur parasysh që një pjesë e mirë e qendrave të votimit ende nuk janë raportuar, mos do të thotë kjo që situata është ndryshe, pra mos kemi një pjesëmarrje shumë më të mirë, por që ende nuk është raportuar. A është ky një koment që ose një analizë që po e bëjnë shtabet atje? Shiko, Landi, nga gjitha kontaktet që kemi, unë po ju a them publikisht që ka një shqetësim për një lloj, po themi, për një lloj, si ta thuash, neglizhence të qytetarëve për të dalë në votim në këtë moment të fundit. Megjithatë, qëndron analiza që u bëhet, sepse unë jam kote përmenda edhe më herët në një tjetër lidhje nga qyteti i Fierit, që për sa kohë raportimi i të gjitha qendrave nuk është kryer normalisht, pra nuk është një listë e plotë të gjitha qendrave të votimit, ne duhet i marrim me rezerva shifrat. Dhe nëse marrim një mesatare të përgjithshme të gjithë qarkut, dhe nëse konsiderojmë që kanë mbetur gati edhe 1 orë 20 minuta nga përfundimi i procesit, ndoshta edhe më shumë, në rast se do të ketë fluks për te orës 19 dhe mund të kemi edhe një shtyrje komisioneve, unë mendoj që në tërsinë e saj do të shkojmë tek mesatarja e zgjedhjeve të 2021-shit, por ka një diskutim tjetër. Ndoshta palët politike të dyja, edhe Partia Socialiste, por edhe Partia Demokratike, kanë pasur më shumë oreks në këtë rast, për të nxjerrë më tepër njerëz në votime. Dhe nga pritshmëria e tyre, jemi në një situatë krejt tjetër, ku po shkojmë në normalitetin e 2021-shit. Mund të jetë kjo, referuar edhe diskutimeve që u kanë pasur me palët, me përfaqësuesit politik. E kuptova. Mirë, Sina, faleminderit për këtë raportim që sollet drejt për së drejti nga Lushnja, pjesë e qarkut të Fierit. Përpara se të bëj një koment të Beni, duhet lexoj një lajm të fundit që vjen nga policia, bëhet fjalë për incidentin që ndodhi më herët në zonën e Vorës, në orët e drekës, me zotin Flamur Noka nga Partia Demokratike. Njoftimi i policisë thotë që specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në detyrinë e policisë Tiranë, pas komunikimit me prokurorinë, referuan materialet në organin e akuzës, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetësin Flamur Noka me detyrë sekretari i përgjithshëm i PD-s për veprën penale të kanosjes dhunimit ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Procedimi në gjendje të lirë nisi pasi në bazë të kallëzimeve të shtetasve XA 29 vjeç dhe shtetasi tjetër me inicialet MD 33 vjeç, dy shtetas ditën e sotme, pra ky shtetas në Vorë i ka penguar dhe ka nosur për të ushtruar të drejtën e votimit, ndërkohë që materialet do t'i kalojnë mëtej SPAK-ut për hetime të mëtejshme, sepse siç e dim, të gjitha problematikat zgjedhore janë në kompetencë e SPAK-ut, e prokurisë së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Jo vetëm. Jo vetëm, por sigurisht që ka raste domethënë kur SPAK-u ka dhe vlerëson nga veprat cilat nga vepra penale. Po flas të krimet kryesore elektorale janë kompetencë e SPAK-ut, këtu e kisha fjalën. Beni, pak më parë, zonja Leshi na dha një vlerësim lidhur me epsurinë e procesit, pra mbi mënyrën se si është menaxhuar procesi deri në këto momente, një notë shumë të mirë, tha zonja Leshi. Ju si e shikoni procesin deri në këto momente? Flas nga mënyra si u shpërndan materialet, rolin e policisë, incidentet që kanë ndodhur, si kanë reaguar, reagimi i drejtësisë, përfshirja e këtyre kandidatëve në qendrat e votimit apo jo? Jemi plus? Spari, shumë se do më lejoni, duhet të bëj një kompliment zonjës Leshi, sepse në ndodhë sidomos në panele që individ të cilët kanë pas tagër zyrtar, janë shumë skeptik për njerëzit të cilët i kanë pasuar në detyrat e tyre. Dhe më vjen mirë që bëri një shikim realist të gjithë punës së institucionit ku ka punuar, që unë besoj në këto momente është institucioni më i rëndësishëm i vendit tonë, nga ana morale. Gjë që më shqetëson, dhe këtë ndoja të ndaja me zonjën Leshi, është që me gjithë trajnimet që bën KQZ-ja, shikoj që një pjesë e madhe e njerëzve të cilët marrin pjesë në procesin e votimeve, jo thjesht në aspektin moral, po shikoj që kanë një diferencë të madhe të përgjegjësisë së tyre. Domethënë,
asistohen mirë, por janë gati gjysmë të qartë për detyrën që po bëjnë. Dhe për shumë vetë sot, ne gati banojmë dhe ndoshta votojmë në të njëjtën vend me zonën Leshi. Në qendrën tonë kishte paqartësi për përdorimin e makinetës për evidentimin biometrik, dhe nga ana tjetër një lloj konfuzionit të njerëzve që janë në qendrën e votimit. T'ju them një rast, kam qenë bashkues në zgjedhjen në Skoci në momentin më të vështirë të tyre ku Skocia do ndahesh me Anglinë në referendum. Dhe ishte e çuditshme, qendrat e votimit ishin përbëra vetëm nga 3 individ dhe trendi ishte 1 mësues, 2 ushtarak ose 2 mësues në pension, 1 ushtarak. Kjo ishte tendenca. Dhe çfarë duhet të them? Më vjen keq që nuk po mësojmë nga gjërat e tilla dhe diçka që duhet depolitizuar krejt administrata zgjedhore. Dhe diçka është shumë e vështirë për një pjesë të cilët mbajnë ngarkesa të mëdha. Në sensin, ai është proces mirëfilli teknik. E para që duhet tregoj individin shqiptar gjendjen e statutit në këtë moment ku po jetojmë, sepse ju e thatë me të drejtë në fillim që janë zgjedhjet e para në momentin e integrimit të vendit tonë. Dhe këto zgjedhje rëndësinë më të madhe që kanë është thjesht standardi. Tu e kam. Ke standardi. Qëndrojmë tek standardi, vijojmë bisedën, ndërkohë Sido Barkaj, sekundër shikojmë në ekran, është gati të na tregojë çfarë ndodh në Vaun e Dejes, një zonë nxehtë, le themi, në qarkun e Shkodrës, apo jo Sido? Si po ecën procesi deri në këto momente atje ku je? Landi mirëmbrëma, në fakt ndodhemi në Bushat aktualisht, në njësi administrative e cila ka në total 3 qendra votimi, ku në të 3 qendrat e votimit të pakten regjistrohen ose të pakten rezultojnë afro 700 zgjedhës në numrin total pra në secilën prej qendrave të votimit, ku aktualisht kanë votuar nga 250 qytetarë tek secila nga qendrat e votimit. Pra të le të themi deri në këto momente, ora shënon 17:40 minuta, kanë mbetur më pak se 90 minuta pra nga mbyllja e orarit zyrtar të procesit të votimit, kanë votuar të pakten tek të 3 qendrat e votimit 1/3 e numrit në total të zgjedhësve. Aktualisht në gjithë qarkun e Shkodrës, situata paraqitet nga 405 qendra votimi kanë raportuar 230 dhe pjesëmarrja deri në këto momente sipas shifrave të KQZ-s të përdisuar në orën 15:00 paraqitet në nivelin 33.18%. Një shifër në fakt pothuajse për afër të paktën krahasuar me procesin e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021, kjo ngelet për të parë nëse do kemi një rritje të numrit të votuesve apo do të kemi një ulje relativisht të vogël, pra nëse ecim me këto ritme. Siç e theksovan, kanë mbetur më pak se 90 minuta, kjo ngelet më pas dhe në përditësimet që qendrat e votimit kanë bërë ose do të bëjnë për nevojim pranë KQZ-s. Sa i takon KZAZ-ve, pra në gjithë qarkun e Shkodrës janë 8 të tilla, më aktive le themi ose ajo që ka raportuar më shumë ka qenë qyteti i Shkodrës, e cila ka pjesën më të madhe të qendrave të votimit dhe në total ka 5 zona KZAZ dhe kanë raportuar nga 246 në total 144. Në Fusharës nga 16 qendra votimi kanë raportuar 6, në Malsinë e Madhe nga 72 qendra votimi kanë raportuar 37, Puka me 18 në total kanë raportuar 12 dhe në Vaun e Dejes 53 që janë në total kanë raportuar deri në këto momente 31 qendra votimi. Kuptohet ose theksojmë duke marrur parasysh analizën e zgjedhjeve të vitit 2021 që Bushati dhe Vau i Dejes le themi është asi nën mëngë për Partinë Socialdemokrate pasi konsiderohen si 2 zona të cilat pra janë mbështetëse të PSD-s, çka i prodhuan pra në qarkun e Shkodrës në vitin 2021 duke ndihmuar që të merrte 2 mandate nga 11 mandate në total që prodhon qarku i Shkodrës. Sa i takon zgjedhjeve të 2025-s, pra është një betejë ashpër jo vetëm mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, por të paktën kohët e fundit dhe Partisë Socialdemokrate, por ngelet për të parë se si do të ndahet le të themi torta e mandateve në qarkun e Shkodrës mes Partisë Demokratike, Partisë Socialiste dhe PSD-s. Mirë, Sido, kur të mbërish në Vaun e Dejes, sepse tani ti raportove nga Bushati, kërkoj linjën për të parë edhe atje si po ecën në procesi i votimit. Faleminderit Sido Barkaj, ndërkohë në Vlorë, Alma Çela dhe një herë për të na treguar në këtë orë që shënon 17:43. E them orën për arsye se kjo orë, le themi,
pritet nga të gjithë që të shënojë një rritje të pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e votimit. Po ndodh kështu në Vlorë apo jemi ende në situatën e pak orëve më parë? Gati kemi mbërritur në fund të garës Giro d'Italia, sepse bëhet fjalë për mësimin e emrit të kampionit danez Mats Pedersen, i cili është fituesi etapës së tretë dhe të fundit të garës ndërkombëtare të ciklizmit. Ka qenë pikërisht emri i fituesit, i pasuar dhe nga dy emra të tjerë, tregues që po shkojnë drejt fundit të garës. Ne kemi patur një komunikim edhe me efektivët e policisë, të cilët janë kujdesur që të krijojnë gjithë organizimin e duhur dhe mbarvajtjen e qetësisë, duke i lënë qytetarët ta shijojnë edhe mos të kemi aksidente apo problematika. Na kanë komunikuar që jemi drejt fundit të garës, sepse do të presim deri në ciklistin e fundit për ta quajtur të përmbyllur këtë rrugtim të kësaj gare ndërkombëtare të ciklizmit. Me sa duket do duhet presim edhe disa minuta të tjera, po jemi brenda pritshmërisë edhe orarit të dhënë që në fillim nga organizatorët, sepse bëj fjalë që pikërisht në orën 17:30 të shkonim drejt fundit të këtij rrugëtimi. Nëse kemi qenë të vëmendshëm për ata që kanë qenë edhe fansa të kësaj gare, në Instagram zyrtar të Giro d'Italia janë promovuar pamje të jashtëzakonshme të Vlorës, të gjithë terreni i cili u përshkruaj 160 kilometër. Dhe besojmë dhe shpresojmë shumë që në këto minuta të mbetura, kushdo që ende nuk ka votuar të drejtohet të drejt qendrave të votimit për ta ushtruar të drejt kushtetuese. Mos harrojmë që deri më tani ne nuk kemi ende një njoftim në rast se do të ketë një shtyrje apo jo të orarit zyrtar të votimit, dhe pse kërkesa ka qenë e pranishme që një ditë më parë nga drejtuesi politik. Do presim pak Alma për këtë që sapo the, do të kemi një lidhje pak më vonë me Ermal Qori nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të mësuar se si është zhvilluar debati dhe nëse ka një vendimarrje për këtë çështje. Megjithatë, jemi në Vlorë, vetë njerëzit atje, vetë domethënë përfaqësuesit e partive, domethënë që në fund ditës kanë dhe votuesit e tyre, si nga e majta si nga e djatha. Çfarë thonë? Duan të kenë një shtyrje atje? Vërtet është e nevojshme kjo? Nëse po sa? Po. Nga Partia Socialiste vijojnë dhe i shndrojnë patjetër deklaratët që patëm apo kërkesë zyrtare që patëm edhe një ditë më parë drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shtyrje të orarit nga ora 19 në orën 22. Në orët e para të ditës ku ne kemi dëshmuar edhe ushtrimin e të drejtës kushtetuese votën e të parit të qytetit të Vlorës, zoti Ermal Dreda, ka përsëritur sërish me po të njëjtin ton qytetar kërkesën për pjesëmarrje dhe gjithashtu ka pohuar dhe mbështetur kërkesën që ka bërë dhe drejtuesi politik i Sharkut të Vlorës zoti Bledi Çuçi për një shtyrje të orarit, por ka pohuar të paktën orët e para të ditës ku ne patëm edhe kontaktin si gazetar me të, që deri në atë orar nuk kishim një konfirmim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rast se do të kishim apo jo një shtyrje të orarit. Gjithashtu, kontakti i dytë që kemi patur në lidhje me këtë çështje ka qenë ai deklarimi i vet nga zoti Telibashi, i cili pohoi që nuk ishte kompetencë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por do duhet të prisim nëse do të merrë një vendim apo jo. Nga ana tjetër, nga opozitarët e kanë kundërshtuar, e kanë parë të panevojshme, por duke parë statistikat dhe duke u referuar edhe një herë të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, bëhet fjalë për Sharkun, i cili ka dhe të themi trendin më të ulët të votimit referuar edhe atë çka ka ndodhur ndër vite. Kështu që me të drejtë kjo kërkesë do të përsëritet sërish edhe nga ata të cilët janë qeveri nga Partia Socialiste. Por duhet shohim edhe komunikimin me kolegun Ermal Qori se çfarë do të thuajë. Do të shohim pak më vonë me Ermalin. Zonja Leshi, nuk e di akoma vendimin që është marrë nga Komisioni Rregullator, megjithatë do presim pak. Megjithatë, juve mendoni që do ishte nevojshme që në të tilla raste specifike kur ka aktivitete ndërkombëtare ose të shkallës ndërkombëtare, duhet thënë, siç ishte rasti Giro d'Italias që bllokoi le të themi një pjesë të qytetit dhe pastaj edhe disa pjesë deri në Himar, mos gaboj. Duhet kemi domethënë shtyrje, janë precedent që rrezikojmë vërtet që procesin janë normal, si janë normal. Këtë nëse kjo gare rrezikon apo jo procesin është një gjë cilës nuk mund t'ja përgjigje dot unë, po të shikonim tabelën, pam që Vlora ishte 27.62. Që do të thotë ka domethënë gara ka ndikuar në këtë proces në lidhje me votuesit. Këtë thonë dhe përfaqësues të procesit. Nuk është se i ka penguar, por as nuk i ka ndihmuar, le të themi, sepse nuk është se ka penguar. Që nuk i ka ndihmuar, kjo është e qartë, sepse janë bllokuar rrugët me pamë në Tiranë, po njerëzit mund të shkojnë në këmbë, po njerëzit mund të kenë dhe lart, mund të shkonin dhe me makina, pra kjo gjë. Por unë do t'i referohem fjalës që tha gazetarja, që tha zoti Telibashi, tha që nuk e ka ai në dorë të bëjë një gjë të tillë, për faktin se është përcaktuar në fakt edhe në kod orari zyrtar. Por kjo nuk do të thotë që nuk mund të merret një vendim brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Por kjo nuk pengon as faktin që e kemi thënë gjithmonë që në orën kur mbyllet qendra e votimit në orën 7,
sepse 7-7 e përcaktuar me ligj, kur mbyllet, në rast se ka njerëz jashtë në pritje, atëre dhe vijojnë derisa të mbarojnë. Kështu që praktikë normale. Është një praktikë normale. Pra në qoftë se atje do të ketë njerëz, sigurisht që në vendimit nuk do të mbyllet. Por do të ishte mirë që në këtë rast kur Giro d'Italia ishte një, siç e thatë edhe ju, një aktivitet i cili promovon shumë Shqipërinë, është një promovim cilin nuk e gjen rrallë që ta. Dhe me që po flasim për këtë... Po është një garë cila ka kohën e vetë cila duhet bërë, por këtë të t'ja lëmë element, mekanizma për të zgjedhur ka. Dhe me që se jemi tek gara, ka përfunduar sapo etapa e tretë pra e Giros së Italisë, 160 kilometra e gjatë në itinerarin nga Vlora përmes Kuçit, Qeparoh, Himar, Llogarat dhe Vlorë. Fitues është shpallur ciklisti nga Danimarka, Mats Pedersen, i cili në 3 etapa deri më tani ka fituar 2 të tilla, duke qenë dhe lideri i Giros së Italisë deri më tani. Gara është mbyll etapat e saj në Shqipëri për të vijuar tashmë në tokën italiane. Kam dhe një pyetje tjetër përpara se të marr dhe një koment nga Bepi, për sa i përket problemit që po flasim lidhur me pjesëmarrjen. Ne nënvizuam faktin që këto të dhëna i referohen qendrave të raportuara. Teknologjia në raport me 4 vite më përpara ka ecur përpara zhvilluar. Sipas jush, pse nuk kemi raportimin nga thuajse gjysma e qendrave të tjera të votimit? Çfarë mund të ndodhë sipas jush derisa të kemi një raportim edhe nga KQZ? Këto të dhëna i japin në fakt sekretarët e komisioneve. Kemi njerëz cilët punojnë. Po janë aty, po kemi njerëz cilët punojnë në mënyrë të përgjegjshme, kemi edhe njerëz sepse ata nuk e kontrollojnë. Është një armatë e tërë komisionerësh. Janë shumë në fakt. Vetëm një qendër votimi ka 7 komisionerë. Shumëzoj për 5300, llogaritë se sa komisionerë janë. Shumë, sigurisht. Po, ata trajnohen edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe vetë partitë politike i trajnojnë, por varet nga përgjegjshmëria e atij i cili ka të drejtë ta sjell këtë informacion pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo është fakultative, domethënë apo jo, nuk është fakultative. Ai është i detyruar sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nxjerr udhëzime, urdhra dhe udhëzime dhe i jep dhafate kohore brenda çdo 3 orësh. Unë nuk e di tani se sa, nuk i kam të qarta se sa, por le të themi brenda çdo 1 ore apo brenda çdo 3 ore sekretari i qendrës votimit duhet të raportojë të dhënat, të cilat çojnë në qendër dhe pastaj atje kalkulohen. Edhe mënyrën se si duhet ta bëjë kanë të qartë, edhe se çfarë duhet të çojnë në qendër e kanë të qartë. Problemi është pastaj tek përgjegjshmëria dhe tek vendosja e njerëzve. Duhet të dimë edhe një gjë, që gjithë propozimet e këtyre komisionerëve vijnë nga forcat e partive politike. Pra janë përfaqësues politik. Jo përfaqësues. Nuk po them përfaqësues. Mund të jeni edhe ju, mund të jem dhe unë marr një detyrë qytetare. Janë propozimet partive politike. Pra ata propozojnë. Nuk besoj se janë të gjithë antarë, se nuk të antarë të partive politike, po janë njerëz cilët rëndom bëjnë një punë tjetër gjatë ditëve të tyre. Atë që do të thosha është që tek depolitizimi kemi folur herët. Edhe unë kur kam qenë kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kam çuar pranë Kuvendit të Shqipërisë atëherë edhe propozime ligjore për të bërë depolitizimin e këtyre institucione, le të themi, quhen tashmë, sepse ato janë shumë struktura dhe janë gati në çdo palë zgjedhje. Mund të risjell në vëmendje faktin që kjo është diskutuar në fakt në kryesën e reformës elektorale, por një nga, le të themi, por një pjesë e partive ndoshta nuk ka akoma besim që depolitizimi mund të përkthehet realisht në një depolitizim të administratës. Megjithatë, përpara se bëjmë një koment, jemi me kolegun Ermal Qori nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndoshta Ermali mund të japi më shumë të dhëna mbi këtë që po ne po diskutojmë në këtë momente, sa i takon pra vendimarrjes nëse ka Ermal nga Komisioni Rregullator mbi orarin e qendrave të votimit në qarkun e Vlorës. Kemi apo nuk kemi një vendim për shtyrjen e orarit? Jo, Landi, nuk kemi një vendim, pasi nuk u plotësua kvorumi i përshtatshëm dhe i nevojshëm pikërisht për marrjen e vendimit. Kujtojmë këtu që 2 antarë të Komisionit Rregullator u larguan nga mbledhja, çka do thotë që u bë pamundur diskutimi i mëpasshëm për të vijuar të gjitha, po them ato nen për nen, apo diskutimet që i takojnë një komisioni sikurse parashikohet në rregullore apo në ligj. Ndërsa ne jemi duke diskutuar, kujtojmë që kemi vetëm 1 orë larg momentit final të mbylljes së votimit, ndërsa në këtë çast kemi vetëm 39% të qytetarëve që kanë votuar në rang vendi deri në orën
17. Nëse bëjmë një krahasim me vitin 2021, pra cila është diferenca në vitin 2021 në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare dhe në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare ditën e sotme. Pra, si ka qenë votimi pikërisht në atë kohë deri në këtë orë që flasim, pra rreth orës 17 updatimit, në 25 prill të vitit 2021 kemi patur rreth 43.8% të pjesëmarrësve të cilët kishin votuar në rang vendi, ndërsa sot kemi vetëm 39%. Sigurisht duhet të kujtojmë që është ende herët, ndoshta edhe momenti i fundit thirrjet që kanë bërë gjitha subjektet politike mund të bëjnë që pjesëmarrja të rrinë me një përqindje të lartë, por jemi ende me përqindje që theksova duke shkuar gati 39%. Nëse flasim për të gjitha qarqet, Tirana mban vendin e parë sa i takon në përqindje, saqë jemi pikërisht me 44.6% ose 310.000 vota të votuara ose të bëra gjatë ditës së sotme. Vjen sigurisht më fal, 44% e ka Tirana, ndërsa 46% e ka Dibra. Është Dibra që është i para shumë votues se deri në këtë çast. Po, e drejtë. Ermal, është që ka më tepër, po. Po, një sqarim të vogël. Pra, flasim për një pjesëmarrje 38.95% aktualisht për deri në orën 5, e përmend edhe pak më përpara, 43.89 4 vite më parë, por shifra që ne flasim sot bëhet fjalë për 3.312 qendra të raportuara nga 5.225. Pra pak më shumë se gjysma. Eksakt, po, nëse i referohemi... Nuk besoj se kemi atë. Beni këtu në studio po pyet, domethënë që po në 2021 në orarin e orës 17 pra sa qendra kanë qenë të raportuara, por nuk besoj se kemi këtë lloj të dhënë. Televizion Plus. Por do përpiqem ta gjej, nuk e di nëse do kemi mundësi ta shohim këtë në rekord. Jemi vetëm pak sekonda akoma. Po, pa problem. Shpresoj të jetë ky informacion, nëse nuk është e kuptueshme, sepse është një informacion shumë i detajuar që vjen nga 4 vite më parë. Megjithatë, nuk dëgjohesh, Ermal? Ermal, nuk dëgjohesh. Ka një shkëputje të audios nga Ermali, të lutem. Nuk arrim ta dëgjojmë Ermalin, gjithsesi nëse bëhet gati për pak sërish ma kaloni në lidhje, ju lutem. Mund të sqaroj? Po. Derisa Ermalit bëhet gati? Derisa Ermalit bëhet gati, nga ato që nisur nga ato çfarë tha Ermali dhe nga pikpamja procedurale. Fakti që ikën 2 antarë të komisionit, regulator nuk do të thotë që ata nuk kthehen. Ata janë gja në kohë. Domethënë janë 24 orë në 24. Mund të shkojnë, mund të kthehen. Kjo nuk tregon që ata lëvizën dhe nuk do të jenë. Pra që u shuajt mundësia le të themi një vendimarrje për këtë çështje. Nuk kthem për këtë, për çfarë lloj çështje. Mund të lindë lloj situate, të cilës ata duhet të japin zgjidhje dhe ata janë aty. Pra ata njoftohen dhe pastaj ata vinë me njëherë. Pra fakti i largimit nuk do të thotë që ata largohen për një arsye të caktuar. Kjo është procedurale. Ndërsa fakti i orarit të hapjes së qendrave dhe mbylljes së qendrave të votimit është i përcaktuar në kodin zgjedhor, siç e thash. Është i përcaktuar në kod. Pra është një orar i përcaktuar në kodin zgjedhor me ligj, pra. Në kod, aq më tepër, se kodi është një ligj i cili është me shumicë të cilësuar. Dhe nuk e di se sa mund ta bëj ky komision ndryshimin e këtij orari për faktin se është, sepse ne e kemi bërë, unë e kam thënë gjithmonë, ne e kemi bërë kodin zgjedhor rregullore. Pra nuk i lëm hapësira, mundësi të orareve apo shumë gjërave të tjera, pikërisht për shkak të asaj se njerëzit nuk kanë më besim. Partitë politike s'kan besim te njëri tjetri. Pra e parë në këtë prizmë do të thosha që nuk e besoj të mundshme të realizueshme ndryshimin e orarit. Kjo nuk do të thotë që kjo që them unë është, por që përcaktimi në kod, them, nga pikpamja ligjore është një gjë që pothuajse në pjesën më të madhe është e pamundur. Po kodi duhet zhvishet nga shumë element të cilat nuk i takojnë një kodit të tillë. Pra duhet të jetë më i lehtë, duhet të jetë më i zbatueshëm, sepse ka një reformë të ardhshme elektorale tashmë, parlamenti të ri, të shikojmë si do konfigurohet parlamenti. As i periudhës zgjedhore, as orari nuk ka pse të jetë në një kod i përcaktuar, sepse ato varet, ti mund të kesh shumë prioritete në jetën tënde, s'mund ta parashikosh kur bën kodin se çfarë do të ndodhë, se për shembull ndodhi Giro Italia, mund të ketë elemente të tjera, mund të ketë aktivitete të tjera. Fatkeqësi natyrore dhe ti s'mundesh dot që të bësh një parashikim të tillë në kod, si të periudhës zgjedhore, ashtu edhe të afatit kohor të votimit. Po Ben, kishe diçka për të shtuar për këtë? Jo, unë jam shumë skeptik për ndryshimin e asaj. E para, e tha me drejtë se ande ishe për humbjen e besimit. Ka një humbje besimi mes nesh të pa imagjinueshme. Edhe jo pa shkak.
edhe jo pashkak. Po kjo kur është mes vetë formacione politike. Akoma nuk ka filluar ke Partia Socialiste, po ju e dini shumë mirë, në momentin që Partia Socialiste do humbi zgjedhjet, qoftë këtë herë ose herën e ardhshme, keni parasysh kriza atje do jetë jashtëzakonisht më e madhe se te Partia Demokratike. Dhe kjo tregon në qoftë se ata e mbajnë sot me pushtetin dhe ajustojnë gjithçka që është brenda, Partia Demokratike s'ka pasur mundësi. Dhe çfarë duhet të them? Krijimi i biznesit është, më falni, i besimit është kur ti vendos parime. Dhe parimet është respekti atij demokracisë së brendshme të çdo partie. Dhe unë besoj që qoftë Partia Demokratike, qoftë Partia Socialiste, nëse do respektonin statutet respektive, Partia Demokratike nuk do ndahesh, Partia Socialiste do bënte zgjedhjet paktën brenda partisë. Dhe nëse do funksiononin kështu, do kishte një shkallë besimi, sepse demokracia e brendshme e tyre është demokracia e brendshme e çdo gjëje në vendin tonë. Po normal, demokracia e partive reflektohet në demokracinë e përgjithshme. Kjo është besoj që është shumë e vështirë sepse tek ne paragjykohet çdo njeri që merr përsipër të drejtojë një proces zgjedhor dhe kemi parë jo thjesht atakime ndaj njerëzve që drejtojnë KQZ-n, disa herë me të drejtë, por se humbja e besimit tek ta është një humbje e besimit për zgjedhjet, në sensin që tani për shembull që pa mbaruar procesi, është një pjesë fair të themi ndërmjet partive që mund ndaj kursenin këto incidentet e vogla. Ashtu si kolegët tanë për shembull mund të ishin më të qetë ke kjo pjesë e incidentëve, sepse duke pasur antropologjinë shqiptare parasysh, jo çdo fjalë thënë me ton të lartë është që ka të them kataklizëm siç paraqitet. Të tillë jemi, ne nuk mund ndryshojmë. Kjo rrugë në demokraci e paska edhe këtë pjesë. Dhe po them, është një moment që ne po shkojmë në stade më të larta, uroj të paktën që forcat politike të arrijnë të kuptojnë, të vendosin disa fasha në fund të marrëdhënies tyre ku mund t'i besojnë njëra tjetrës. Por ma lejoni dhe këtë. E thash Beni, duhet të shohim Parlamentin e ri, përvojtjen e tij, raportin OCB-ut dirit, rekomandimet përkatëse. Ju e dini shumë mirë që ne që sot të tre ne dim formulimin, madje edhe anglisht, se çfarë do thotë OCB-ut dirit. Apo jo? Ndërkohë që problemi më i madh, në parim e dim. Problemi më i madh është që këto partitë tona, të vetme gjë që duhet të dhuronin shqiptarëve ishte të paktën një cak i thjesht besimi ke njëri tjetri, që do të thotë procesin të paktën na e kursenin nga këto incidentet qesharake dhe mos ta ndynin të paktën me këto gjërat e vogla. E para që nuk tregon një status qytetarie, po e dyta që është më shqetësuese është që politika po bëhet pengesë për shumë procese të mira të vendit, që me që ju e nisët me Giro d'Italia dhe fola me Zojon Deshi Rrugës, regjia italiane, që është regji për shkak të fatit, për shkak të kulturës të jashtëzakonshme që ka Italia, përvojës, ka dhënë një Shqipëri që është e pabesueshme. Dhe çfarë do të thotë politika, Shqipëria jo vetëm ka ndryshuar, po ishte një Shqipëri shumë e bukur. Është Shqipëri shumë e bukur. Është sigurisht. Dhe të dëgjosh për vendin tënd nëpërmjet një goje tuaj live për më shumë se 2 orë, 3 orë, nuk është jo vetëm krenari, po është një stad që ne arritëm të paktën deri këtu. Jemi të barabartë me ata. Kjo është diçka që duhet vlerësuar dhe shpresoj domethënë që gjithë kjo të reflektohet në të gjitha ato segmente për cilën ne po flasim. Por e keni parë, besoj ju intervistoni shumë nga politikanët, e keni parë që nuk kanë as principe të bazë të perceptimit politik moral, për shembull, diçka që është mirëfilli e bardhë, vetëm ti je daltonist që mos ta shikosh, ata i thonë është e zezë, edhe anasjellë, dhe kjo është është e trishtueshme kur dëgjon eksaktësisht këtë lloj mohimi ose pohimet ekstreme. Pra çdo lloj ekstremiteti është i dëmshëm në thelb. Nuk e di nëse Ermal Qorin e kam edhe një herë gati, do të lutesh të kemi një përgjigje për të përmbyllur themi raportimin dhe pyetjet që kemi për Ermalin dhe për Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Gjithsesi, derisa të mund të bëhet gati Ermalin, ne do të shikojmë, nuk e di nëse Dritan Kurti në Burrel është gati apo jo.
derisa dritarit bëhet gati, po më thonë që kemi Bepinin nga Shkodra dhe njëherë, të dhëna që do na e sjellë që dhe mund t'i komentojmë këtu zonja Leshi, sa i takon pjesëmarrjes, sepse në këtë momente ora ka kaluar 18, jemi 18:03 minuta Bepin. Çfarë po ndodh atje në Shkodër? A kanë filluar njerëzit të kthehen në qendrat e votimit apo jo? Në fakt, vijon të jetë një pjesëmarrje ulët në qendrat e votimit në territorin e qarkut të Shkodrës, e veçanërisht në bashkinë e Shkodrës, dhe atë të malësisë të madhe që janë 2 bashkitë me numrin më të ulët të pjesëmarrjes në këto votime. Një prej qendrave pas krave të mi është ajo ndër më të rëndësishme, po themi në qendër të qytetit të Shkodrës, dhe siç mund ta shihni edhe në pamjet, ndryshe ndoshta nga skena e zgjedhjeve të shkuara kur shihen në këtë orar qytetarë që hynin dhe dilnin pasi kryenin procesin e votimit, ka shumë pak në fakt të herë qytetarë që po hyjnë në qendrat e votimit. Ndërkohë që rekord mund ta quajmë më vete janë Puka, Fushardhi dhe Bashkia Vau të Dejes. Vau i Dejes e ka kaluar pjesëmarrjen e 2021 nga të dhënat e deri tanishme. Në Puk po ashtu ka shkuar në 45% pjesëmarrja dhe në Fushardhë 40%, që janë edhe 3 bashkitë me pjesëmarrjen më të lartë në këto votime, ndërsa Shkodra mbetet tek shifra 32%, ndërsa Malësia Madhe 31%. Ka përshtypje Bepin që raportimi që sapo bërë është dhe lajmi i parë në Shqipëri, le themi në rang kombëtar, që një zonë e caktuar, ajo që përmendë Vaun e Dejes dhe Fushardhi mos gaboj, kanë kaluar 2021 apo jo? Po, e kanë kaluar 2021. Shkodra tani? Që kemi deri tani të raportuara. Shkodra nuk e ka kapur shifrën e 2021-shit, nga të dhënat që kemi deri më tani të raportuara nga qendrat e votimit drejt Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të mbetet për të parë në fakt rakordimi i shifrave që do të ketë edhe në këtë më pas se 60 minuta nga mbyllja e qendrave të votimit për të kuptuar ku jemi. E kemi arritur apo jo 2021-shin? Nëse nuk e kemi arritur, atëherë duhet parë se sa do të ndikojnë Puka, Fushardhi dhe Vaudesi në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve për qarkun e Shkodrës, i cili provon 11 mandate. Duhet thënë që këtë herë do të ketë ndikim edhe vota diasporës, sepse nga 17.500 që ka qenë numri i votuesve të regjistruar në diasporë, kanë mbërritur në Shqipëri zarfe të konfirmuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbi 13.000, që realisht konsiderohet një shifër e mirë. Të paktën vetëm për qarkun e Shkodrës 13.000 zarfe, se po mbajmë shënim shifrat Bepin. Po, janë pak më shumë se 13.000 zarfe, çka të fundit mund të ndikojnë natyrshëm për të përmirësuar disi këtë shifër të pjesëmarrjes të shqiptarëve brenda Shqipërisë dhe veçanërisht të votuesve të qarkut të Shkodrës, çka mund të përkthehet më pas edhe në kalkulimin e mandateve, duke patur parasysh gjithmonë shifrat do të jenë diktuese të forta të mënyrës se si do të shpërndahen mandatet në qarkun e Shkodrës, i cili e tham ka 11 të tilla. Ky 30 minutash i fundit, po e quaj 30 minutash të fundit, besojmë që mund të ketë një lëvizje të vogël të qytetarëve që do të vinë për votuar, sepse janë intensifikuar thirrjet edhe nga 2 forcat kryesore politike. Përpara pak minutash Selia Roz dhe Selia Blu pritet ta ketë pas rreth 10 minutash një deklaratë që janë deklaratat e fundit, le të themi, thirrjes për të ftuar shkodranët të dalin dhe të votojnë, ta shfrytëzojnë këtë drejtë të tyre. Pritet të ketë një ndikim ndoshta të vogël për të parë tek pjesëmarrja dhe më pas gjithçka do të përfundohet dhe do të mbetet për të përmbledhur shifrat që do të raportohen nga ato që s'do për të dalë në konkluzionin përfundimtar. Në orën 19 do kemi sërish lidhje bashkë për të kuptuar nëse kjo që ti po thua, pra thirrja e partive politike do ketë dhënë efekt apo jo. Do rilidhemi Bepin, faleminderit për këtë raportim drejt për drejt nga Shkodra. Ndërkohë do rilidhemi me gazetarin Ermal Qori, i cili ndodhet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ermal, edhe një herë përshëndetje. Nuk e di nëse arritet ta gjesh atë të dhënë apo jo, megjithatë edhe nëse nuk e ke gjetur, kam një pyetje tjetër. Së pari, e kemi gjetur atë të dhënën, pra numrin e qendrave të raportuara në 2021-shin? Po, e kemi të dhënën e parë, nëse e shohim deri në orën 17. Pra, në 25 prill 2021 deri në orën 17. Ka një problem me audio normal? Ermal, me sa duket kemi një problem sërish me audion, të lutem, ndoshta duhet ta ndërpresim edhe një herë, ta rregullojmë audion dhe pastaj mund të flasim. Jo, nuk të dëgjoj ende, kështu që le të kthehemi me bisedën në studio. Shumë interesant dhe fakt do ishte kjo e dhënë pra që po presim nga Ermali. 2 momente pra që po presim nga KQZ-ja. Së pari, domethënë sa ka qenë raport me qendrat e raportuara në vitin 2021 dhe ato të këtij viti, dhe së dyti që nëse KQZ-ja vetë
ka marrë në një mas, le themi, për të përshpejtuar, domethënë, raportimin për ta bërë procesin më dinamik edhe për t'i marrë të dhënat më në kohë sa më reale. Ndërkohë, ju si e shikoni këtë, le themi, angazhimin e partive politike, infrastrukturën që ato kanë ngritur, shtabet e tyre për të marrë të dhëna, për të përpunuar të dhëna, ndonjëherë ato kanë qenë dhe përpara KQZ-s, le themi. A është kjo një praktikë që konsolidohet dhe sa i shërben procesin? Kjo praktikë është një praktikë e cila nuk është risi, ajo zgjedhje mbas zgjedhjeve konsolidohet, sikurse e thatë edhe ju, edhe fakti që një kopje të listës së zgjedhësve me ligj, me kodin zgjedhor janë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja vënë në dispozicion të gjithë forcave politike, tregon që ata kanë një database të cilin ata e përdorin për qëllimet e tyre politike. Pra nuk është një gjë të cilën nuk e din të dy palët. Por problemi është se si përdoret ajo pastaj. Pra, në rast se ajo përdoret për të bërë ata analizat e tyre, për të parë se ku janë, se çfarë pritshmërish kanë, se si do të ketë rezultatin, është një gjë tjetër. Këtë radhë, me thënë të drejtën, me sa mbaj mend gazetë kalore, nuk ka patur, le themi, ndërhyrje të tipit, për shembull që të bëhen të publike të dhëna që vinë nga partitë. Deri në këto momente të paktën jemi krejt qetë. Mua më bëri përshtypje edhe zona kur vajta votova. Ishte shumë e qetë, nuk ishte si herë të tjera që ishte tek pesa. Nuk ishte tek Akademia e Arteve, nuk ishte njerëz jashtë në obor, siç ka pasur herë të tjera. Ishte shumë e pasur. Dhe ishte shumë e qetë, edhe si zonë ishte e qetë. Dhe e njëjta situatë. E njëjta, unë ndryshe nga pse Oldeshi, edhe më përpara nuk kam parë. Unë gjithë jetën atë kam votuar. Nuk kam parë shumë kështu. Ndoshta edhe publiku është më, si të them, më i kujdesshëm. Më i qetë. Dikur kam vënë që këta njerëz të politikës rinin në skajet të kësaj dhe mundohesh të ndikonin sipas mënyrës tyre. Por tani është e drejtë që thotë zonja Oldeshi, ishte qetësi. Edhe në zonën time elektorale, në njësinë 4, ishte thuajse njëjta situatë, pra një qetësi absolute, domethënë tek oborri shumë pak njerëz, nuk është se kishte aktivist politik që ndoshta më herët kanë qenë pak më të angazhuar. Mendoj edhe se ajo që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nxjerrë një urdhër që edhe në 150 metra larg qendrave të votimit. 150 tashmë po. Po, pra, edhe kjo ndoshta ka ndikuar edhe kjo. Mund të kenë ndikuar edhe kjo që janë zhvendosur pak, le themi. Është vendosur, nuk e di se mbas 150 metrave nuk shikon me njëri se çfarë ka, po që është, domethënë, edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i nxjerr aktet mbas analizave që bën rast pas rasti dhe zgjedhje pas zgjedhjeve. Ju besoj e keni parë atë raportimin raportin e parë të OSB Odirit, misionit Odirit. Mund të quhet pak i tejkaluar tashmë. Megjithatë, si e shikoni, le themi, këndvështrimin që pati ky raport në raport me procesin? Pozitiv ishte. Pozitiv. Për mua ishte shumë pozitiv. Nuk është se kishte nxjerrë ndonjë problematik. Gjithmonë ata janë të kujdesshëm, sidomos në raportet paraprak edhe nesër. Nuk është se ata nesër ne do presim në një gjë shumë të madhe për të parë, sepse ata mbledhin gjithmonë informacion. Ky është një raport paraprak i cili dedikohet më shumë punës ligjit, dedikohet punës Komisionit të Zgjedhjeve dhe mënyrës se si ata kanë punuar në lidhje me aktet. Pastaj edhe sigurisht edhe takimeve që bëjnë me forcat politike. Pas kësaj është sot dita e zgjedhjeve dhe ato çfarë bëjnë ata ndahen në qendra votimi dhe shikojnë realisht se çfarë ndodh. Qendrat e votimit i zgjedhin vetë ku duhet shkojnë, i zgjedhin rëndom atje ku do të shkojmë, dhe unë parë se kreu i trupës kishte shkuar në një zonë të njësia 10 për të ndjekur edhe votimin elektronik, i cili, sepse mendohet që në të ardhmen të kaloj pothuajse procesin e të gjithë vendin. Ermal, të lutem, besoj që kësaj radhe do të kemi pa shkëputje edhe një herë, pra nëse je gati dhe më dëgjon, më thuaj pak atë që po flisim që parë. Pra, numrin e qendrave të votimit raportuara 2021-2025. Po, atëherë, për të bërë një krahasim, në vitin 2021 me 25 prill deri në orën 17 janë raportuar 2472 qendra votimi, ndërsa sot deri në orën 17 janë raportuar 3902 qendra votimi. Çka do thotë që kemi një diferencë shumë të madhe të raportimit të qendrave të votimit, edhe pse numri sot është më i lartë se 2021, pra përqindja është më ulët. Pra, e rikujtojmë edhe një herë, 2472 qendra votimi nga 5199 në vitin 2021, ose ndryshe 43% në vitin 2021, ndërsa sot 3902 qendra votimi nga 5225, ose ndryshe 39.16%, çka do thotë që janë ngelur vetëm
po them 50 minutat e fundit, ndoshta edhe përqindja mund të ndryshojë, por duke parë krahasimin ka një diferencë goxha të madhe, edhe sikur të ketë dyndje, por megjithatë duhet parë për mos të bëjë një raportim, le të themi kështu para kohe, duhet parë derisa të shkojë deri në orën 19 ditës së sotme. Në këtë çast ne kemi nga 5225 qendra votimi, janë raportuar 3902 të tilla dhe përqindja totale është 39.16%. Nëse bëjmë një krahasim duke parë edhe përqindjet në qarqe, sigurisht se nisëm ta fiksonim pak më parë, qarku i parë i cili mban përqindje më të lartë me 46% është qarku i Dibrës. Raportimi ky i bërë deri në orën 17 të ditës së sotme me gati 46%. Vijon më pas me një përqindje më të lartë që është 44% pikërisht 24% është qarku i Tiranës, bërë deri në këtë çast, më pas vijohet me 43% me Kukësën, në gjithë qarqet e tjerë, duke bërë kështu një pjesëmarrje, po themi deri në orën 17 të ditës së sotme, relativisht të ulët, pra duhet bërë krahasimi edhe me vitin 2021, pra me zgjedhjet e asaj kohe, ndërsa nëse i referohemi pikërisht të qendrave të mbetura të votimit, janë gati 1100 e pak qendra votimi të E kuptoj. Ishte një raportim, le themi i qartë nga Ermali, sa i takon qendrave të votimit që janë raportuar në Komision Qendror të Zgjedhjeve me sasinë e pjesëmarrjes së votuesve, kështu që në një farë mënyrë kemi të qartë zonja Leshi lidhur me shifrat, por përpara se t'i shikojmë ato, kolegu Dritan Kurti nga Borrelli, nga qarku i Dibrës, është gati të na tregojë situatën atje. Përshëndetje Dritan. Shkurtimisht, si është situata atje? Kemi më shumë njerëz në këto momente në qendrat e votimit apo jo? Atëherë, situata ka vjuar e qetë dhe sot në sa i përket procesit të votimit, nuk kanë shënuar incidente që pegojnë këtë proces. Deri tani kemi një pjesëmarrje pas qendrave të votimit, pasi duhet theksuar se vetëm rreth 50% e qendrave të votimit ka raportuar në kohë reale pjesëmarrjen dhe votimet, dhe shkon në 26.63%. Kemi 114 qendra nga 222 që janë gjithsej. Një numër që mund të ndryshojë nga raportimi të gjitha qendrave në të gjithë qarkun e Dibrës. Ermal, Dritan, kam një pyetje që lidhet me të dhënat që sapo raportoi Ermali dhe që unë i kam dhe këtu përpara. Domethënë, Dibra është aktualisht zyrtarisht qarku me pjesëmarrjen më të lartë me 46.49%, është kampion, le të themi, në të gjithë Shqipërinë. Nga ajo që ti ke mësuar ose ke perceptuar dhe nga bisedat me përfaqësuesit politik, me qytetarët, me vëzhgues dhe kështu me radhë. Përse ka ndodhur, përse është Dibra, le themi, me këtë pjesëmarrje kaq të lartë? Kanë punuar më mirë partitë, janë më të motivuar, ka qenë koha më e përshtatshme, nuk e di, çfarë mund të ketë ndikuar që ata të jenë kaq lartë në raport me të tjerët? Një aspekt është gara e fortë në të cilën zhvillohet në këtë qark. Gara e fortë. Pasi gara e fortë mes të dy partive të mëdha, por dhe aspekti i dytë, ai që paktën unë mendoj që e thon Dibrën më lartë dhe numri i qendrave të raportuara, pasi shifrat edhe përqindja mund të ndryshojnë nëse raportohen 225. Po, mirë Dritan, atëherë të shikojmë çfarë do të ndodhi dhe pas, le të themi, 45 minutash, në momentin kur mbyllen qendrat e votimit, do të rilidhemi bashkë për të kuptuar më saktë nëse do kemi njerëz që zakonisht kërë një lloj fluksi në këtë orar në qendra, apo jemi në një normalitet, domethënë. Shpresojmë pra gjithsesi të ketë një lloj fluksi dhe që kemi sa më shumë qytetarë që votojnë dhe që japin qëndrimin e tyre në raport me Kuvendin e Ri të Shqipërisë. Atëherë edhe një herë shkurtimisht se ju doni të komentoni pikërisht të dhënën që dha Ermali, pra që kemi edhe pse dolën pra të dhënat në krahasuese, prap numri është pak më i vogël. Do të shtojmë edhe numrin e diasporës. Ju thoni që diaspora do bëj 13.000 e pak. Nuk është pak. 13.000 e pak që vetëm Shkodra. Kësaj përqindjes të cilës aktualisht kemi. Tirana ka mes 45-10 mos gaboj mi. Sepse këto do të janë në total. 227 dhe nga cilat 18 nuk kanë ardhur dot, kështu që në Tirana ka rreth 40. Këto ndërkohë do të ishin vota
të hedhura, sepse njerëzit vinin dhe idhin votën këto. Kështu që do të ishin në kalkulim. Ndërsa ne sot këto i kemi jashtë dhe i presim të kalkulohen në fund të ditës. Kështu që mendoj që, ashtu sikur se e thash dhe në fillim, ne mund të jemi tek përqindja e zgjedhjeve të kaluara, ndoshta pak më shumë. Ndoshta pak më shumë. Por nuk jemi shumë lart nga pritshmëritë e të gjithëve, jo vetëm partive politike. Bebi, do shikojmë ne çfarë ndodh në Vlorë. Fosina është atje në Vlorë pra për të na treguar se si është situata në qendrat e votimit në këto momente. Përshëndetje Fosina, pra të njëjtën pyetje që kam për ty që bëra edhe për kolegët. Në qendrat e votimit kanë filluar të shtohen njerëzit apo jo? Le të themi që ora 18:30 të themi është zakon tradite i vlonjatëve që shkojnë për turin e dytë dhe të fundit të votimit. I shtove dhe 12 minuta, ja shtove dhe 12 minuta. Them që do t'jetë ora decisive, e kam këtë nga eksperienca, por e lidhja këtë me çështjen e detit që njerëzit bënin plazhin. Por tani, le të themi që i pengoj, sepse Giro d'Italia unë doq me shumë interes, unë kalova vetë në për rrugët ku ajo zhvilloi dhe ishte domethënë një emocion dhe qytetarë të Vlorës ishin të shumë për në të dy anët e rrugës, në lungomare, në bulevardin Ismail Qemali, ku ata mbritën në finishin e tyre. Dhe të them që ka qenë një interes i shtuar për atje, por gjithsesi, unë nisem dhe nga eksperienca. Është ky orari që na pëlqen ne qytetarëve të Vlorës të nxitojmë për tek qendrat e votimit. Gjithsesi, ne jemi të njohur tani me rezultatet pak a shumë të pjesëmarrjes, është një pjesëmarrje e ulët dhe unë për këtë më vjen keq që e them, por kjo orë, deri në orën 17, tani kanë raportuar 306 nga 429 qendra votimit të gjithë qarkut. Dhe kanë votuar gjithsej deri në orën 17, 59.565 qytetarë që përfaqëson 27.89 të votuesve në listë. Ndërkohë, nga qyteti Vlorës, Bashkia e Vlorës janë raportuar 36.093 votues, që do të thotë i takon një përqindje 28.58%. Nëse do të merrja gjithë bashkitë e qarkut, Delvina është ajo që kryeson me pjesëmarrjen më të lartë, ndërkohë që më vjen keq ta them, Bashkia e Vlorës është me përqindjen më të ulët, por gjithsesi na i kalon Bashkia e Finiqit me një përqindje prej 14.23%, më të ultën. Gjithsesi, Landi, unë përsëri shpresoj, le të them, unë tani në këtë tur të fundit që kalova, në këtë të them check-in, në përqendra pash njerëz që shkonin, por nuk e di nëse ato do të mbushen plot dhe do të shkojnë njerëzit për të votuar. Të shohim, Frosina, çfarë do të ndodhi në këto minutat të fundit që kanë ngelur për të përmbyllur afatin zyrtar të mbylljes së qendrave të votimit që është ora 19 nga Vlora na erdhi pra raportimi për këtë orar që me sa duket nuk do të shtyhet sepse nuk ka një vendimarrje nga Komisioni Rregullator. Absolutisht, sepse po sikur e tha Komisioni Rregullator e dha verdiktin që ajo është refuzuar dhe orari do të jetë ai orës 19. Dhe kështu të presim. Duhet parë sepse nëse mund të ketë fluks mund të ndodhi ajo që përmendi zonja Leshi pak më përpara. Pra në qoftë se qytetarët shkojnë atje, pra po e përsëris për ta dëgjuar, që në qoftë se ka njerëz që janë në radhë duke pritur për të votuar, ata mund të qëndrojnë në radhë dhe ta përmbushin procesin edhe pas orës 19, se kjo është një vendimare, domethënë që merret në rangun e KZ. Nëse ka njerëz në radhë, nuk mbyllet qendra e votimit deri tek votuesi që është në radhë. Ishte ky fenomeni që edhe pas, domethënë ora 19 i gjeti njerëzit në radhë dhe patjetër që voton dhe zgjedhësi i fundit që është në radhë. Mirë, Frosina, faleminderit. Në orën 19 sigurisht do kemi prap lidhje në të gjitha rrethet për të kuptuar se si do të jetë situata në qendrat e votimit. Do të ndalim në një hapësirë publicitare dhe pastaj do kthehemi sërish bashkë. Faleminderit.